Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi me formatin me emisionin pa emër për diskutuar një nga ngjarjet më të rëndësishme të ditës sotme. Pavarësisht artikulimeve politike por dhe mediatike për punën e SPAK-ut dhe se çfarë po ndodh brenda atij institucionit, ditën e sotme ambasadorja amerikane ka perifrazuar fjalët e sekretarit amerikan të shtetit, zotit Marco Rubio, por duke dhënë dhe një mbështetje të haptazi ndaj SPAK-ut, BK-s dhe Akademisë së Policisë. Një mesazh i fortë që tregon që administrata Trump tashmë i ka syt tek SPAK. Kjo duke nënkuptuar edhe emrin e sekretarit amerikan të shtetit, zoti Marco Rubio. Narrativa politike, shpeshherë e zotit Rama, i cili thoshte tani që ikën amerikanët kush do t'ju mbroj, apo narrativa e zotit Berisha që thoshte që tashmë kur do të vi Trump do të ketë një ndryshim kursi me institucionin e SPAK-ut, duket se ditën e sotme kanë marrë përgjigjen e tyre. Por sikur mos mjaftonte vetëm kjo. Tashmë, ditën para disa ditësh, në fakt gjykata kushtetuese nxori që jo çdo lloj telefoni mund merret dhe të sekuestrohet. Por në fakt ndër rrjeshta dhe ato se çfarë ndodhi ditën e sotme, SPAK ju dha kurajo që të marrë çdo lloj telefoni, të jetojë çdo lloj personi dhe të godasi sistemin politiko-ekonomik dhe kriminal. Tashmë pikpyetjet janë se çfarë do ndodhi në ditët në vazhdim. Tashmë duket sikur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rikthyer aktiv me diplomacinë e tyre në Shqipëri, pas një heshtje gati 2 vjeçare. Vetëm disa ditë më parë, përfaqësues të ambasadës amerikane takuan kreun e grupit parlamentar, zotin Balla, por gjithashtu edhe kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Gazmend Bardhi. Ndërsa Rama ditën e sotme, ndër të tjera, përmendi faktin që jemi shumë larg Europës. Asaj Europi që Rama ka gati 11 vite, apo 12 dhe mos më shumë, që thot jemi shumë afër. Sot u artikulua qarta, jemi shumë larg sepse nuk kemi plotësuar asnjë kusht, të paktën sipas sigurisë ushqimore, thoshte kryeministri Rama, por në asnjë moment nuk preku institucionin më të rëndësishëm, atë drejtësisë i cili ka hapur një nga kapitujt për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Çfarë di Rama që nuk e dim ne? Çfarë mesazhi ka nënkuptuar Rama duke përjashtuar dhe duke dhënë edhe mesazhe për rrethin e vet politik. Gjithashtu, shumë prej qytetarëve të cilët diskutojmë apo konsultojmë duket sikur vetë Rama ka një ftoje të paktën me dërguarën e posaçme këtu, se nuk do duhet të themi me Amerikën se kjo do të ishte spekulim. Por vetë zoti Rama nuk e priti në takim në kryeministri dhe në takimin që ishte prezent në parkun Eloik në Tropoj, i dha dorën as duke mos e parë në sy. Çfarë po ndodh në këtë kaos, kur vetë zoti Berisha ndër të tjera vazhdon me narrativën e vetë, herë duke sulmuar SPAK-un, herë duke thënë që tashmë Rama do të bjerë dhe do të kemi qeveri teknike, por herë dhe duke përjashtuar të vetën. Dhe kësaj radhe Saljani me sa duket, pavarësisht narrativës që përdor, herë duke sulmuar Bashën dhe herë duke i bërë qefin Berishës, apo dhe herë anasjellas duke sulmuar Berishën dhe duke sulmuar dhe Bashën për çfarë ka ndodhur, ditën e sotme ju vendos viza se ai e ka vetë përjashtuar veten duke zgjedhur ata. Se kush janë ata, ne do ta marrim vesh ditën e sotme me kolegët e mi Marsit Gupi dhe Anri Bala për të kuptuar në fakt në çdo prizëm që nga deklarata e parë deri te dekriptimi politik se çfarë ndodh. Kaq kisha unë për këtë. Unë do ta filloj nga deklarata e të deleguarës me punë, ose konkretisht ambasadora de facto, sepse ajo është përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, zonjës Nancy Van Horn, e cila ka marrë podiumin dhe ka bërë një diskur publik dhe ka dhënë një deklaratë në cilën thotë që ne ofrojmë mbështetjen tonë një takim me përfaqësues të SPAK-ut dhe të BK-s dhe me përfaqësues të FBI-s dhe të DEA-s, të cilët kanë bërë trajnimin e agjentëve të BK-s konkretisht, ku ka thënë se lufta kundër krimit të organizuar në Shqipëri është shumë e rëndësishme dhe ne do i mbështesim këto struktura, pikërisht sepse bashkëpunëtorët e tyre janë kartelet e Amerikës Latine.
dhe duke bashkëpunuar me ata përbën dhe një rrezik për sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po dhe një rrezik gjithashtu edhe për demokracinë në Shqipëri. Pse? Sepse në lloj forme indirekte, studiuesit e shkencave të komunikimit sot diskurit e lidhin në këtë lloj forme. Në moment që Shqipëria bëhet i vendi pa jetueshëm, për ta lidhur dhe me heqjen e vizave, miqtë e mi, çfarë ndodh? Ndodh që popullsia detyrohet të emigrojë, sidomos në vende pikërisht ku kartelet ose grupet kriminale kanë një fuqi gati të njëjtë me strukturat e shtetit. Dhe kjo është pikërisht edhe derivati i asaj që shqiptarët që shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vështirë të integrohen në jetën dhe në përditshmërinë e jetës amerikane dhe detyrohen që të jetojnë nëpërmjet asistencave sociale ose paketave tjera sociale, gjë që përbën edhe një barë për ekonominë amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit nxori dhe listën e qytetarëve të popullsive ndryshme të botës dhe format që jetojnë në Amerikë dhe rezultonte që 41.6% e qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetonin me asistencë sociale. Mirë, po kjo është edhe një lloj sulmi direkt edhe për rendin edhe për ekzekutivin i cili ka pjesë të strukturës edhe policinë e shtetit. Realisht, ai kanë grupet kriminale këtë fuqi në Republikën e Shqipërisë sa të kenë le ta themi kështu një lloj forme edhe më publike supremaci ndaj qytetarëve thjesht, supremaci ndaj strukturave të shtetit dhe supremaci ndaj vetë ligjit. Tani ne kemi parë që në qytete të caktuara dhe sidomos edhe mbas hetimeve të hapura nga Spaku, rezultojnë që ka grupe kriminale me një potencial të jashtëzakonshëm parash. Për shembull, grupi Çope në Elbasan flitet për një pasuri për 1 miliard eurosh nëpërmjet përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. Konkretisht kokainës, e cila vjen nga vendet e Amerikës Latine. Po ashtu flitet edhe për grupe tjera, siç janë grupet e troplinëve, grupi Çapaj etj. etj. Po i përmend thjesht për të dhënë shembullin konkret. Atëherë, struktura e shtetit ku ka qenë? Nëse ky para ose ky kapital qarkullon dhe në territorin e Republikës së Shqipërisë. E para. E dyta, realisht të grupe kriminale kanë bashkëpunim me eksponentë të caktuar të politikës duke i favorizuar në gjatë proceseve të zgjedhjeve me vota për të përfituar më pas lehtësira ligjore ose lehtësira në procedime penale ose hetime që zhvillohen ndaj tyre. Se ka mundësi që pjesëtarë të grupeve kriminale që fliten për lidhje me kartelet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht edhe në Amerikën Latine, kanë këto fuqie dhe operojnë të lirë dhe asnjë nga ata nuk është në masa sigurimi. Pa asnjë nga ata nuk është i arrestuar, pavarësisht se procedimet ndaj tyre vazhdojnë. Dhe realisht, a kërcënohet sot siguria publike e Republikës së Shqipërisë nga këto grupe? Dhe është kjo arsyeja pse ka ardhur kjo deklaratë? Unë mendoj që krimi është një faktor shqetësues në Shqipëri. Edhe dihet që këtu ekziston një lloj trekëndshë midis politikës, biznesit dhe krimit të organizuar. Pse? Sepse secili nga këta mban në këmbë njëri tjetrin. Krimi ka nevojë të formalizojë paratë dhe të përfitojë lehtësira ligjore që ofron politika. Politika ka nevojë për votat e krimit dhe biznesi ka nevojë për paratë e krimit dhe për lehtësirat e politikës në mënyrë që të ketë veprimtari ekonomike. Si do shkatërrohet ky sistem dhe kjo strukturë, do e shohim në gjatë muajve dhe viteve të ardhshme se cila do jetë politika e Spakut. Drejtuesi i ri tha që synimi jonë është jo vetëm dëshkimi i personave që konsumojnë vepra penale dhe që janë subjekti i Spakut, por edhe bllokimi i aseteve ekonomike. Gjë e cila në këto 6 vite të ekzistencës së Spakut nuk ka rezultuar në standardin në cilin e kërkon zbatimi i ligjit. Për të kaluar më pas edhe tek pjesa e një vendimi të gjykatës kushtetuese, e cila që është konkretisht çështja me Oneda Ymeraj, në cilin është munduar të vihet një kufi ose të përcaktohet kufire se cilat element kur bllokohet një telefon ose kur dikush vjen në përgjim, përbën jetën time dhe jetë personale, dhe cilat janë gjëra që kanë interes me thelbin e hetimit ose me thelbin e procedimit penal, dhe a lejohet për persona të cilët nuk janë pjesë e ndonjë mase sigurimi ose procedimi penal, kur kapen në kushtet e flagrancës, të merren telefonat ose agjentët ose oficerët e policisë gjyqësore a kanë të drejtë të marrin vendime ekzekutimi në lidhje me sekuestrimin e telefonit. Ajo që u përfol është që mund të ketë minim të shumë proceseve për shkak sepse është shënuar e drejta e jetës private që ka një qytetar e sankcionuar kjo dhe nga Konventi Evropian i Drejtave të Njerëzit. Sidomos nga Artikli 3 ku flitet për një proces të rregull ligjore të paanshëm. A shkelet parregullësia ligjore, a shkelet rregullësia ligjore një procesi dhe bën të parregull dhe a shkelet e privatësia e individit caktuar
në moment që ndërmerren këto veprime agresive ndaj tij nga strukturat e tij. Dhe për shkak të këtij vendimi, a do ketë favorizim të eksponentëve që janë zyrtar të lartë ose eksponentë grupeve kriminale, duke u mbrojtur për element që mund të jenë realisht nxjerrë në pa bashkëpunimin e tyre me struktura të tjera, apo realisht ata bën të shantazhueshëm për shkak se jeta private i del, si thua, në kuadrin e sferës publike. Edhe kjo është një çështje me shumë rëndësi. Portale të ndryshëm, analist politik, ekspert ligjor, avokat, e munduar secili të japë interpretimin e vet. Dhe realisht për të vërtetës, edhe unë në detyrën time si avokat, në çështjet caktuara që kam pasur me klientë e mi, është e vështirë Andre që të ketë një kufi, sepse është shumë i holl, se ku mbaron veprimi ose mos veprimi në raport me vepër penale dhe ku fillojnë të faktet që kanë të bëjnë me jetën dhe interesin privat. Ndërkohë tek opozita situata me normal nuk më duket se është aq e paqartë, për shkak sepse problemi i Raga, ashtu si e shikoj unë, nuk është a ka të drejtë Saliani konkurroj për këtë partie përballë Sali Berishës, por problemi është a ka krijuar realisht Saliani frymë të re politike. Sepse nëse një personazh Jo, unë se kuptova pse i kështu se unë se mora unë parashtrova ne duhet të qëndronim te një se unë se mora vesh. Pa i bën prezantimin gjithmonë. Bëra prezantimin e temave. Dhe unë jam xheloz se bën prezantimin ose. Po të ta bësh ti bëje vetë ç'po dua. Ai bën prezantimin edhe si jep mendim pas. Do jap mendim apo ti shoqëva ndërpresim, ka të drejtë aty. Mi përqendruar te çështja e parë. Unë kisha çështjen e parë, jam dakord, përqendruar dhe prandaj ndalova aty në gjatë. Unë mendoj që sot qeveria Rama realisht është në një barë të rënd, siç quhet një proces ligjor para e provës, e cila duhet të tregojë efikasitetin e luftës ndaj karteleve dhe grupeve kriminale. Fakti që bëhet këtë deklaratë tregon që nuk ka qenë e mjaftueshme ajo që është bërë deri më sot. Dhe nuk është se rëndon për i të vërtetës vetëm tek struktura policisë shtetit, por rëndon edhe tek BK-ja dhe tek SPAK-u. Se këto të treja janë ato që bëjnë dërgimin në bankën e të akuzuarit të personave përgjegjës për këto vepra penale. Po fakti që ata thanë marrësit që mbështesim SPAK-un, BK-n dhe Akademinë e Policisë, ajo është edhe akt simbolik për t'i dhënë shtys. Po fakti që ata përsëritin mbështesin ato, s'është një sekret aty. Dakor, po fakti që përforcojnë përsëri është. Po është nuk është bërë deri më sot. Goditja në këtë standard që kërkojnë ata. Ka munguar mbështetja apo ka qenë pengimi? Po, e drejtë, shumë e drejtë pyetja. Jo, mbështetja ka qenë. S'ka qenë vullneti. Apo ka pasur... Ta thejmë, ne kemi me raporte, ne kemi tamam me statistikë ose me produkt. Më thuj, unë besoj se prokuroria e posaçme të paktën, deri më tani në këto 6 vite punë, nuk kanë nis asnjë hetim për grupet kriminale kryesisht. Pra të marrë një vrasje, një narkotrafik, një linjë trafiku apo lidhjet e tyre, të gjitha që kanë ardhur, ose edhe për faktin se flet porosit që kanë ardhur nga jashtë, kanë qenë në kohën, si thuash, të dur që këta nuk u dhanë mundësi që të operonin për posa tyre, si me thënë. Por në fakt, pjesën më të madhe të kohës, këta kanë marrë në flet porosi nga jashtë. Pra janë zbardhur bisedat të Sky, Enkro, Çati, që janë ato, ja kanë sjell tyre të zbardhura me emra, me kode, kush ka folur me kë, kush ka bërë trafik me kë, dhe ju vetëm veproni. Si që erdhen për Durrësin pas zgjedhjeve për Troplinën, si që erdhen për Bajrat, si që kanë ardhur për të tjerët, të Çopja, të Çapja, nuk i se si di tani se kush janë. Pra në vetë këta, nuk kanë bënë gjykimin tim tani se si kam. Tu nuk e di në gaboj, se s'du të spekuloj. Por të paktën me aq se kemi parë publikisht nga hetimet që kanë nisur këta për grupet caktuara, kryesisht në çdo media është përfolur se këta kanë pas një lidhje me filanin që kanë dalë nga bisedat e Sky Enkro. Më kupton? Pra raportime kemi ndjekur në rast të caktuar, kanë dalë përgjimet vinin nga Sky Enkro. Nuk është se kanë bërë këtë punë të jashtëzakonshme ose punë, si thuash, investigative apo hetimore, pra OPG apo ku digjon shërbim informativ, ka qenë biseda që janë shkëputur nga aplikacioni Sky Enkro. Tani, mesazhi i të dërguar së SBA-s, pra zonjës Van Horn, ka dhe kuptim, s'ka dhe kuptim, se në fakt,
nuk është se doli Rama të kërkonte as Berisha, as kushdo tjetër të kërkonte gjykata kushtetuese që mos merret me telefona. Ishte media ajo që e promovoi si lajm, nuk ishte një gjë që kishte lidhje me Ramën. Se Rama s'ka thënë kund që kujdes ju me ato telefonat, ka thënë hajde provoni ta merrni telefonin tim kot. Sepse Rama në parim dyshon se këta keq përdorin pushtetin e tyre. Kompetencën, po. Po, kompetencat. Po te kalojnë kompetencat. Siç e ka Amerika, e njohin shumë mirë ata. Pra, në moment që ti shkon ke një subjekt aty, pra rasti i zonjës Fjalë, kësaj zonjës Ymera ishte se kjo si shas në hetim dhe i bukuan telefonin me çfarë arsye. Jo po se unë dyshoj, po nuk funksionon se unë dyshoj, ti mund dyshosh shumë gjëra. Më kupton çfarë do të them? Edhe me një ndër rrugë një polis dyshon se ai tjetri vuri dorën apo mund të ketë armë, po nuk e vret se ka qenë të nxjerr portofolin. Më kupton çfarë do të them? Ai po tenton nxjerrë portofolin me bën një pagesë, tani aty është tekalim i kompetencave, i forcës dhe ka vepra ligjore për këto. Përsa ko këta nuk përgjigjen para ligjit, këta kukumjaçkat e Spakut, këtu nuk ka për të bërë kur drejtësi vlla. Se këtu abuzimi i pushtetit dhe abuzimi i qoftë mund të jetë ignorant, me thënë drejtën, ta them sinqerisht, ose mund të jetë të shumë gjëra i bëjnë qëllimisht. Për të dukur si ignorant, por në fakt nuk janë ashtu për të bërë këto që po bëjnë, që zvarritjet ose ka pas raste nga prokuroria posaçme që është bërë presion X-it apo Y-it të bashkëpunoj, pa qenë fare bashkëpunëtor. Nëna me fëmijë pa bashkëshort, nëna me fëmijë jetim, pra që ka numër bashkëshort. Dhe të çështave liaj më ndonjë ata çështje gjërat sferës private. Prit, s'ka marruar. Me radhë që ta bëjmë për publikun që na kuptojnë. Pra dhe kështu mund t'i kenë kërcënuar që se rrezikon këtu, ajo s'merr vesh subjekti. Por Rama është aq bythec se dhe puna Velis që thotë është shumë e saktë, edhe për që e ka marrë në telefon darkë, e çonte mesazhe, edhe një lloj përndjekje më shumë sikur se akuzohet, se tani do marrim të dyja krahët ose vibratori e leshi preshi, por Rama është aq bythec sa nuk ka këllqe që ta ndryshoj këtë gjë. Se këtu mjaft që të shkosh te këta zullapët e prokurorisë posaçme, ti thosh vëlla ti e ke detyrim do vendosësh kamera kur merr në hetim diku. Para si ti mund të çojë 1 milion euro ti mund të bësh presion dëshmitarëve, mund të shantazhosh. Pa ti thonë që të ketë një regjistrim të marrësisë. Absolutisht, si çdo vend botës, edhe në Amerikë. Vanoni duhet ta di këtë për 10 kamera që duhen pak, nuk e di sa janë. Po në Amerikë e di shumë mirë që nuk funksionon pa kamera. Se mund të ketë tejkalim kompetencat dhe për këtë është bërë për të qenë transparente. Nëse më falësia, nëse një prokuror më shantazhon mua, ose më kërcënon pa qenë fare subjekt, si mbrohem unë? Fjala ime me fjalën e prokurorit? Jo më valla. Kemi pa dhe në Amerikën që ndodhin lloj pisliqesh. Nga ana policisë, gjyqtarëve, e më thash, ka ndodhur gjare, ka hyrë tjetri ka vrarë gjyqtarin në sallë në zyrën e tij, edhe atje. Nuk është rasti, s'është për të dërë të kitë, por prandaj janë mjetet e regjistrimit, sidomos një ambient pune publik që është i rëndësisë veçantë si pak të në aspektin e drejtësisë, pse nuk kanë kamera këto, ku intervistojnë një? Pse të regjistrojnë në Amerikë të venë minimalisht zërin? Por s'po them me pa me filmike, që ato i kanë me pa me filmike, dikur i kanë pas me diktofon, si më thënë. Shtypta, ai regjistronte bisedën. Po. Qoftë për ta pasur si provë për atë që ka thënë, qoftë për mos sa pasur. Më kupton, qoftë ky tjetri për të pasur provë pretendimet që kanë ndaj prokurorit. Tani ku jemi këtu valla? Jemi këtu në kohën e në 48-s që përshkruante Orwell, Ministria e Vërtetës. Ta nuk janë Ministria e Vërtetës, por janë Ministria e Vërtetës asaj kohe. Tu është kthy prokuroria mjet shantazhi. Është mjet frike më, prandaj po them, pra ty do hym edhe dalim nga aty gjallë, hajde ta shikojmë. Si mund të kompromentohen prova, si mund të kompromentohen dëshmitarët, mes çfarë i ke marrë ti dëshmitarët? Në çfarë kërcënimi, si e ke zbatuar ti? Qartë. Kështu që ti s'mund të përgjimet, dëgjova dje ishin në është dhe parim, vetëm një ndryrje, është dhe parim, parim ligjor, parim i kontradiktoritetit, që është një debat i gjyqësor, ose edhe e drejta për të përgjigjur dhe e drejta për të mbrojtur,
Po është dhe garancia e hetimit. Pra në Amerikë ai të thotë, më thash, është e drejtë sepse është parimi i ja ti garancisë të themi, hetimit. ti Që t'ia unë, kujtojmë në moment që shoqëroj, mund të kemi dokumente ku shoqërova dhe kush më shoqëroi. Dhe e dyta çfarë fola dhe ku ta faktoj që mbase mua nuk më evidenton që ajo që mund të kem firmosur ti që kam thënë, se mund dëshohen akte. Po pra. Dhe normalisht bara e provës bie mbi organin procedural. Po s'do vije i me diktofone me kamera aty. Ti shkon në spital, ti ble pajisjet, ka detyrimin ndihmë. Por vëlla, nëse thret spaku, ka mundësinë ai që e thret spaku të thotë që unë dua të regjistroj bisedën me te telefoni im dhe ti regjistroje te telefoni jot, të japin të mundësi, jo thotë. Po s'ka shanse do të. Po prandaj po pse duhet të jetë kështu? Ma dozoj telefoni kur futesh. Po pse duhet të jetë kështu? A ka në Amerikë, ndodh në Amerikë shëbava që një subjekt po çdo qoftë ka të drejtën të heshtë mos flash, është amendamenti që çdo policë ka detyrën t'ja lexoj çdo qytetar të arrestuar me drejt apo pa drejt. Ju keni drejtën të mos flisni derisa t'ju caktohet një avokat dhe ajo është detyrim t'ja thotë, t'ja shprehë me gojë. Nëse se ka shprehur me gojë, ai ka detyrime që ta hedhë të padisi atë dhe nuk i ka detyrim. Prandaj kur ta arrestojnë ata, të marrin pranga, ta arrestojnë dhe thotë ke të drejtë të mos flasësh derisa caktohet një avokat që çdo të përdor kundra teje. Pse s'ja kujtojnë Shqipëri këtë gjë këtyre për shembull? Më kupton çfarë dua të them? Pse s'ja kujtojnë këtyre? Se kemi ne. Asnjë nga subjektet nuk e di, po këta përdorin metodë ligjin e shantazhit. Janë tamam si kone qof largu. Sepse edhe disa subjekte, për shembull këto nënat përbeqare me fëmijë jetim, e kanë më të kollajshme të thyen. Avokati nuk ta pranojnë, ajo nuk e di që thot nuk kam qef përgjigje ose nuk mbaj mend për këtë histori, kështu që në këtë kontekst tani ç'është, më pse e lexoni? Veç një dënimi spakut për një koleg. Më të shikoj që oqë. Më hapi varje, po, se kuptohen. S'është jote, është jetit. Ideja është që tani, metodat e përdorura, metodat që janë metoda represioni, orman e qoj që ka të më bujë, se shumë hermetike. Po s'ka për hermetike, po e njojnë, prandaj... Po në qome se s'do e lexoj, kush tha, po ta di qa po flitet. Që mu s'ka lidhje me temën, ja ta qoj unë. Ore, ma qo du ta qoj unë tani. Edhe në Shqipëri, të gjitha të që shkën të spaku, nuk e din që duhet thonë për shumë që jo nuk flas pa avokat. Nuk kam dëshirë shprehen pa avokat. Po s'du më vë, qa do bëhet, do rjej, do ta majtëroj 4 orë, 6 orë, po nuk duhet shprehem pa avokat. Jo, po do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, do të bëjmë, bëjmë, të ai ka ndërmend, ai që ka ndërmend me ta bë, do ta bëj. Me apo pa. Jo, po ti rrezikon këtë, po rrezikon atë, okej, po. Ma thot avokati ç'a rrezikoj. Nuk ma thot do ti, ç'a rrezikoj. Ma thot gjykata nëse rrezikoj, po këtu problemi është pastaj që gjej njerëz që janë si thuash të thyeshëm. Dhe nëpërmjet atyre këta duan të përpunojnë të që të faktojnë fajësinë e personit në fjalë. Dhe në fakt nuk ka asnjë lidhje me e para me të dytën. Fare, zero lidhje. Pra këtë e duan përveç asaj, ti po të kishe prova, ti nuk e çka duhen dëshmitar ato zotëri. Edhe nëse i ke ekstra. Ti po të kishe prova, nuk merresh të përgjigjesh Erionin nga mjesim dark se a flet me vllajën, as flet me vllajën, më kupton? As të ka fut telefon, as i shkon atje te kolonoskopia që ti marrësh vesh edhe zorën. Provat gjatë marrjes në pyetje dhe mënyrës se si e bëjnë. Pra, kaq, arrestoj mirë pastaj flasim. Ai kuptova. Ti Ermal si e shikon? Unë spakun e shikoj si një produkt shumë të mirë marsit. E shikoj si një produkt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht defekteve që mund të ketë spaku, sepse në ambientin tonë është rritur, po japin mbështetje të vazhdueshme. Dhe në këtë lloj situate kur aktualiteti politik ka krijuar një mekanizëm hermetik, ku aktualiteti politik në çdo moment ka përdorur çdo instrument të vet për ta mbajtur me thonjë pushtetin politik, tashmë ky lloj mekanizmi po ju shërben për ta çmontuar. Politikisht marsit, se unë nuk merrem me dosje, nuk më intereson fare se si vepron spaku në detaje, se siç vepron gabim ka vepruar dhe mirë, dhe në optikën time ka vepruar më mirë se çka vepruar gabim, por politikisht ai po jep një mesazh të qartë. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot
po japi një mesazh të qartë opinionit shqiptar, që pavarësisht çfarë thot Rama, pavarësisht çfarë thot Berisha, pavarësisht se çfarë thot çdo aktor tjetër politik, neve aleatin ton në Shqipëri sot kemi vetëm SPAK, BKH dhe kam përfshirë dhe Akademinë e Policisë që i dha një mesazh pra një shtet i fortë, pra një polici e fortë që të jetë një shëndetshme. Termini sigurisë. Kështu që në këtë kontekst, Marsit, unë shikoj që Amerikanëve edhe SPAK-ut nuk i bëhet vonë fare për këto vizime dytësore se si ata ndjekin një mekanizëm për të arritur të qëllimi, por kërkojnë vetëm të arrijnë qëllimin e tyre. Qëllimi i tyre, këta individ të cilët u bashkuan dhe votuan këtë organ, tashmë të duhet ta mendonin më mirë. Për sa kohë sot... Pra Amerika është e institucion dëshkus? Po thua se s'po kuptoj. Jo, këtë e the ti, unë nuk thash gjë. Po sa po e the, po se nëse si kupton çfarë thua, po unë të sugjeroj që ta dëgjosh mirë, e kuptoj shumë mirë. Po sa po the Amerika e bëri pra. Unë thash qëllimi, s'tash Amerika bëri. Po pra qëllimi ç'ish ndëshkimi. Qëllimi është të largoj klasën e vjetër. Është ndëshkimi, s'është të largoj klasën e vjetër. Po dëshkimin e merr ti, më unë e quaj largim. Po ç'është largimi, s'është ndëshkim. Jo, s'është nëpërmjet SPAK-ut me burg. Jo, po nuk është shkon nëpërmjet provave. Kupton veten ç'është nëpërmjet GK-s. Unë po them e kupton veten ç'është thua po se kupton. Rezultati është tjetër. Është ndëshkimi jo more e vendos gjykata, ore mund të dali pa fajshëm gjykatë. Ka mundësi që në çdo fjali që thua nuk mban përgjegjësi për çfarë thua. Po sepse unë di çfarë them. Jo, çështja është nuk mund të më interpretosh. Mund të më interpretosh dot mua. Po, mirë, vazhdo. Nuk është atje. Mirë, nuk i çeka ajo. Çfarë SPAK-u si institucion? E vendos çfarë SPAK-u si institucion? E vendos GK-ja i fajshëm apo nuk është institucion dëshkimi. SPAK-u është prokurori, nuk ke nevojë të më shpjegosh, unë jam mjaft i qartë. Po jo mos je i qartë pra se nuk e di çfarë thua. Jam shumë i qartë dhe di çfarë qëllimi ka madhor. Unë nuk merrem me detaje. As mere me mënyrën se çfarë SPAK-u. SPAK-u është ngritur për të larguar klasën e vjetër politike. Po pra ndëshkim po them pra. S'ka nevojë më ndëshkim, do largoj klasën e vjetër se këta nuk ikin. Si nuk ikin? Nuk ikin me ata, më ç'është? Okej, ka një mekanizëm kur ti je i korruptuar dhe perceptoj partner, po shumë bukur, atëherë do të si them. Jo, patjetër do të mësoj. Po më mëso, okej. Hajde, do të ulesh të flasësh për mua. Hajde, SPAK-u, hajde. Ermali duhet të thotë kështu. Jo, do thua kështu. Po ti po thua. Do thuash atë që po thua. Po unë them si e mendoj unë dhe... Po se pranon në fund, këtu jam nuk bion dakord me ty. Jo moranëri, nuk pranoj asgjë. Po se pranon ti përmbish çdo fjali që thua, për zotin. Ora me ty ti skap, ty sa ti tamam si ai organi, ka tu të del nga krau tjetër. E ka tu të del nga krau tjetër. Është perceptim ajo gjë. Si që ke perceptim, vetëm ti e ke këtë perceptim. Po unë për veten flas. Po jo, po ti nuk mund të flasësh për veten, se referosh një institucioni dhe një ambasadë. Premisa mund të ndryhet vetëm një sekond. Se kupton fare çfarë thua. Po dakord mos e kuptoj unë, po ore më fal një sekondë, fare. Ora ishte Van Horni me Taulant Ballën para nëntor. Çfarë si ma interpretoj ti, çfarë do thotë kjo? Takim politik. Si takim politik? A kërkohet ky, a duhet të jetë non grata ky zotëria sipas variantit tat? Taulanti. A është Toyota Yaris? Sipas variantit tim. E mo të SPAK-ut dhe të Amerikës. Ku i ke parë këto variante ti? A i thua veti tani. A ka SPAK-u për Toyota Yaris? I thua veti. Po se mos e thu nesër këtë për zotin. Po unë do të them çfarë dua, mos ka gjë. Jo, ti s'më thu çfarë dua me mua. Çfarë dua them, me kë do? Jo, me mua nuk ka çfarë dua. Tani? Jo, po si? Premis. Ti mund të thosh çfarë dua se unë do të shpjegoj që e ke gabim atë që thua. Ore ti mund të shpjegosh, të lutem. Unë po them tjetër gjë. Ti mund veprosh si duash tani. Po mund zjesh dhe gjuhën, mund të bësh, mund të kërcesh, mund të varesh tu. Nuk është, unë nuk e ta ndaloj. Unë po them që kjo varja këtu nuk është qëllimet e emisionit. Problemi është po them fal, Taulant Ballën, a do shpallej non grata? Një sekond. Taulant Balla ka lidhe me këto çaj qojnë të Elbasanit me çopjat se di e dërguara e di po pse e takon takon politikisht se është përfaqësues i PS-s si e takon ka politikisht një të lidhur me narkotrafikun që është kryetari i grupit parlamentar PS-s më s'dumër të takoj prandaj s'ka vendim Amerika po mos i bëni gjëra Amerikës që s'po bën në bursë si s'duam të takoj unë nuk e kuptoni fare çfarë them po mirë nëse kuptojmë na i shpjegot ta kuptojmë pastaj jo më shkëti vllajt, unë jam shumë i qartë në atë që them dhe i qëndroj. Nga sot deri kur të vdes. Unë po them që tjetër dëgjoj dje, tjetër dëgjoj sot dhe këtë që dëgjoj tani e dëgjoj ashiqare, unë prap
Pyes, këtë po thua, jo nuk po them këtë. Po çfarë po thua pra? Po mor. Se po keq kuptojnë, unë jam. Po tani, ore, unë jam duke ndjekur më vlla, tani këtu ti më thu, kjo është ata kanë ardhur të heqin klasën e vjetër. Kush janë ata më vlla? Kush është mekanizëm mor spaku more? Po kush janë ata që të vinë ty, po rrin punë të brendshme, pranon dot të? Atëre, pranoj këtë, më thuaj ti me gojën tate, ke mundësi ta thuash? Për çfarë them po ju ndryjmë punë të brendshme? Po të them vetëm një gjë shkurtimisht, të lutem, një sekond. Një sekond. Pyetja e tij është kjo. Pra, spaku është mekanizmi dhe duhet të ndëshkojë, sepse këta nuk i ikin fakt. Nuk e thash unë, e tha ai këtë. Po, sipas premisës tij. Po, premisës tij po flas unë. Elita politike aktuale që na kupton të dëgjojë, vetëm bëj një serim, është e korruptuar dhe është në pamundësi për të verifikuar korruptimin se ka pushtetin. Kjo është premisa. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian me përfaqësitë e veta, sipas premisës që po flasim, kanë interes për Republikën e Shqipërisë. Dhe duke parë që këta as nuk e hapin krahun me vullnetin e vet, dhe as nuk ka fuqi ligjore, prokuroria e kaluar dhe policia që t'i arrestoi, u krya një mekanizëm si spaku me dy subjekte të veçanta, zyrtarë të lartë dhe grupet kriminale, për t'i hequr nga loja politike. Pas ndërhyrje mekanizmi që ky thotë ta e votuan, po s'pas ka funksionuar siç duhet, unë e që ndërhyrje. Po, dakor, edhe ky opinion është. Jo, më s'është opinion. Ky thot, jo, nuk është opinion. Opinioni është kur unë nisem marri kafe mëngjes, e përmbys dhe lexoj filxhan. U përmbahem me fakte valla. Po pra. Si jo, ti më thua mu, nuk e thash unë këtë, se po ta kisha njësë unë fjalin, zotëria tha, tani, me gjithë respektin, se kam me këtë, po ma tharon logjika vëlla tani. Se nuk e kam të ajo. Pra, kontradita është, kur ky thot, vëlla, këta zotë ja din fare, se pjerdin njeri fare, gëtven, as shqiptarët që votojnë. Nuk i pjerdin këta, sepse këta mendoj që këta kanë shumë vite. Po që shide ka kjo? Pse i senator që është 90 vjeç në Amerikë që ka shumë vite. Duroj sekond. Dhe ky thot këtë. Dhe ky thot të zgjedhur i mekanizëm. Dhe këta që kanë votuar, mekanizmi thot ta kishin menduar më mirë. S'ka problem që këta po përndiqen. A kuptoti tani? S'ka problem që këtyre për shembull mund t'i vijë rrezik jeta. Fjala vjen. Le që marrim mos është e vërtet më fare, nuk po them se po mbrojta. Po për shkak të lidhjeve konjunkturave ndryshe, gjithë pushteti i lidh me bandat, bandat i lidh me policinë, policia lidh me pushtetin, gjithë ky trekëndësh është kriminal. Tani një subjekt që del jashtë linjës kriminale mund të rrezikojë dhe jetën ti dhe familjarëve të tij, siç ka bërë ai tjetri denoncime për familjen e vet. Tani ti më thua mua këta e kanë parë këtë. Ty ta kishin menduar mirë këta, se kjo erdhi në formë dëshkimi, këtë po thot ky, që këta ty ta kishin parë, ta kishin rregulluar atëherë. Jo tani, çam kërkoti tani ti e ke votuar thot. Tani që të erdhi ty në dëshkim thot, dëshkimi atëherë nëse ti pranon që dëshkimin e pranon Amerika, që po bën Amerika po pastron klasën politike, quhet ndëshkim dhe mbaroi historia. Kjo është gjithë retorika. Ore, një sekond. Po ky s'padim me kundër, ky thotë jo. Ky e bën vetë retorika dhe në fund se pranon. Jo, ne pranoj që është dëshkim. Po një sekond më marrësit. Ai nxjerr mekanizmin. Po tani ky bën gjithë retorika dhe më thotë mu ti je trash, nuk kupton. Këtë që po them unë. E vendos gjykata më burr në fund. Është që kërkoja që dele ai pa fajshëm apo jo. Kam përdorur një mekanizëm ligjor për këtë. Po për këtë po flisja unë more. Më fal, po kishim. Po tani çat ju bëj unë tani u flas për telefonat më normal, nuk po flas për gjykatën. Po për telefonat është gjë, unë të shpjegova. Nuk të marr me detajet unë, ta thash. Po çat bëj unë që s'më dëgjon telefonin e merr pa shkuën gjykata ai. I nxjerr foto nudo. Të shpjegova Andri që nuk ju bëhet vonë. Nuk ju bëhet vonë për këto elemente dytësore, ta sqarova. Po nuk ju bëhet vonë më kur është ngritur si strukturë, po të them. Po. Elemente dytësore nuk i llogarisin. Kjo është parsor, drejtat e njeriut që kanë elemente dytësore në Amerikë. E diti kush janë parsore? Tani unë po them në këtë proces ti thua Amerikë, unë s'përmend as Amerikën as gjë. Po procesin më e bëjnë pis këto, pra këtë po them unë. Unë s'do flas për Amerikën, as për Shqipërinë. Anë, po flas as për Amerikën, po të flas. Ora, shkel të drejtat e njeriut kur spaku procedon më burr. Kjo është pyetja. Se për kjo ka lindë emisioni, po se tani mos më fusni. Po i baten temën normal, po i përmban temën normal. Të lutem. Nuk, nëse ti s'po flet për temën, unë të riq që të përmendes. Po të flas për temën, por unë nuk të merrem dot me elemente dytësor. Pra, shkele në një dosje, një sekond më të lutem. Tani ju doni, ju doni, hajde futu, zjemi kështu si që temi ne. Po ja më kjo them unë. Po, tani, unë po ju shpjegoj vetëm një gjë. Po se kjo është me rregullat e mia. Po zjemi në sensin nuk e... Me s'ka që të tani te kaloje. Thelbi që ndron këtu.
unë po të them, që a ka gabime Spakut, kam thënë po. Mund të ketë mënyrë proceduriale se si vepron, mund jenë shkelur, marë si djedi më mirë, kodin procedurës, unë nuk i di fare këto. Po të them, mënyra se si ata e kanë konceptuar që në fillim kur e kanë bërë, është me interes publik. është në interes të publikut, por dhe sikur mos marrim në këtë interesin e publikut dhe mos marrim sondazhet që mbështesin Spakun, është në interes të platformës që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë. Ata thanë, po një minutë morë të lutem. Po jam dakord, po ç'i dhe ka me temën. Në sensin për të futur më brenda temës. Po nuk të futem dot brenda temës se ti kalon te telefonat. Po jo më valla. Po unë nuk jam jurist. Ora, po flisim për mesazhin e SBA-s apo jo? Po mesazhi më po është në temë. E di me kamerakun ai po sigurisht ditë për shembull vendosin të bëjnë pushim amerikanët. Kush do të kontrollojë mekanizmin nëse ka këtë lloj revançi, po thotë ai, pra vetëm sulmo. Po nuk sulmo për gjë do shko kërcëno ai thotë që janë te garancitë më burr. Po mirë me të garancitë, këtë garanci që do Anëri sot nuk ja jap unë. Më fal, një sekondë të them. Po nuk ja jap unë dot. Bashortja, se ti e ke të drejtë bashortja e një zyrtari, jo nuk ka lejoj tu sepse do të shti mua. Bashortja e një zyrtari, klar që zuta them emrin. E diti që për shkak të hetimeve që kanë bërë ka dështuar fëmijën? Më vjen shumë keq. Jo, ty s'mund të të vi keq. Nëse thua që kjo prevalon mbi këtë, që s'ka problem që do vdiqja i fëmia atje, dhe ai kupton dëmit kolaterale në një procesi, po ç'a lidhje ka kjo me ç'a mendoj unë, more. Vazhdoni. Po s'është kjo me çështja, kjo s'është me ç'a mendoj unë, kolateral. Po kjo nuk është një fëmijë, dëm kolateral se do të bëj njëri Pelivanin, pa ecë. Po tani kjo nuk është me thelbi që ç'a mendoj unë. Vazhdo. Tani kjo është marrësh një proces i cili unë po të temë si shpjego mekanizmin. Mua vjen shumë keq, po kjo s'ka lidhje me ç'a them unë. Unë nuk po them se s'vjen keq, se unë ta njoh shpirtin. S'po them që i bashkohesh fare, as ta thash për të Po e di mor, po ta thash për të ta ngjeshur ty se ta njoh karakterin që s'ke lidhje fare me që ti mos ta dënosh këtë. Me atë lloj mizorie dhe mos ta dënosh të. Po unë po them që Erman, nuk jemi në nuk ka qenë vetëm në nivelin që unë të bëj ty një pyetje dhe presim me ashtu. Ka qenë në nivelin që gra shtazan kanë dështuar fëmin në park. Të duket normale kjo? Nuk më duket normale, mora, Po atëre si në thumë, po mirë pa e di pra, se se dijeti. Ti nuk e ke ditur të. Po, ore, më të gjohë pak, nuk e kam ditë si rasfare. Po se di pra e po të them unë. Po si që kanë normale kjo? Po nuk është normale, po të shpjegova diçka tjetër. Ata, kur e kanë konceptuar këtë gjë. Mirë, vajda, shumë mirë. Kur kanë konceptuar, nuk, unë po të them, unë po të jap panoramën makro. Si e kanë konceptuar ata? Normal, po futu i qik më brënda më Po më brënda. Se dhe këta njerëz janë më se Po njerëz janë më, por është mekanizmi Moranëri. Po të kishë ndodhë ti më normal kjo për zotën e madhë. Unë se di qarë. Ore e di shumë mirë. Mu në atë botë puqeshin këta e kushdo tjetër që i mbronte këta. Jam shumë dakord me ty. Kjo është anë personale. Unë po shpjegoj mekanizmin. Qa ka bërë Verogja më tepër se sa këta? Diti s'ka bërë një gjë tjetër. Ato të sigurimit. Po kanë bërë një gjë më shumë se këta, kanë ndërshkuar më shumë zyrtarë të lartë. Më shumë si numër po, qa kanë bërë më? To metoda kanë përdorë rogu. Njërin e kanë burgos, tjetëri kanë tërnu, tjetëri kanë gacmu gruan ja kanë përdornu, që s'kanë bërë këta? Qa ku ndryshon mizoria e një sistemi, kur kjo mizoria bëhet në emër të drejtësisë në këtë sistemi ne që e quajmë demokratik. Unë e kam koncepte, nuk e kam ta marrë të individis, unë ta them dhe për individ. Jam i qartë, më fajnë, jam i qartë dhe se unë nuk e kam asë për, më kupto, SBA-ja vet i ka themelore këto, i ka thelbësore, më pytë vanoni, mere, ti pytë, dhe kush prevalon? Janë drejtat e njeriu të vëlla, pastaj ç'është kjo? Të drejtat e njeriu janë, por po të shpjegoj, unë nuk u mora me detajet të çështë. Unë po të shpjegoj mekanizmin që është ngritur. Dhe nuk ka garanci, unë nuk po të kërkoj mekanizmin e dimë, e kemi parë se si u ngritur. Ne kemi rënë dakord që ky mekanizëm ka qenë thelbësisht dhe i domosdoshëm për dëshkuar të pandëshkueshmit që i kanë bërë bish drejtësisë, e drejqi, e shetoni, e këtë që më thash, po dhe kjo nuk mund bëhet me marrë më bau, a kupton? Nuk mundet, as për këtë rasin që them unë, po nuk mundet mësë është, nuk e di më Erman, nuk e di më vëlla, nuk mundet. Cila është, sepse represioni, cila është përgjësia e imja, e jotja, e Marsitit në këtë,
mekanizëm që është ngritur. Zero, më çfarë Jo, zemra ime, jo, s'po flas për Po jo, më dëgjoj, të lutem, ma mirë do përgjigjesh shkurtër që të më japësh përgjigje. As si përgjigje. As si përgjigje s'kemi. Po. Tani, unë i kuptoj shumë mirë, por tani në këtë situatë siç ka qenë Shqipëria, kur ata kanë parë që korrupsioni minon stabilitetin, kur ata kanë parë që grupet kriminale minojnë stabilitetin, kur ata që kanë parë që grupet kriminale bashkëpunojnë me aktor politik, kanë parë të vetme në mënyrë, apo kur kanë parë dhe që eksponent policisë bashkëpunojnë me grupe kriminale dhe këtu janë bërë gjithë bashkë, po ta marrë një band, ata kanë nxjerrë të mekanizëm. Ky mekanizëm... As mundet këto njerëz që kanë nxjerrë mekanizmin... Por ajo është... Më dëgjoj, do të them vetëm diçka. Kur ty të vjen një grua shtatzane, ajo ka të bëj me anën sa njeri e ti. Po këtë po them. Po tani, sa njeri e ti do më dhanë, unë po të tregoj rastet e mia personale me dëmet, me dëmet kolaterale që ka marrë në një aktivitet apo në një sipërmarrje, por kjo nuk zgjidhet, do më dhanë kjo ka të bëj me njeriu. Më fali dashur. Të të bëj një pyetje. Pse telefoni qeka i rëndësishëm dhe nuk është metodologjia e zgjedhur nga këta e rëndësishme. Pra, e zben hetimin apo ndëshkimin fakti që këta të dënohen nëse nuk i vdes edhe fëmia një grua shtatzan. S'ndodh asgjë për mendimin tim. Prandaj janë ligje termal. Prandaj Amerika i mbron ligjet, SBA-ja, prandaj Amerika e ka vendosur garanci për të drejtat që ka çdo individ. Shumë dakord, po të them, po të them pra unë tani. Andrej. Pra fakti që një politikan ka vjedhur, patjetër duhet të shkojnë që ti terrorizojnë familjen, tumbi. Por, Andrej, kjo... Këtë po them, ka që dakord. Edhe për të revoltohem. Po dakord, po të them me këtë pjesë, por po të them gjën tjetër. Po për këtë pjesë po them ka që kam unë. Këta kanë nxjerrë një lloj mekanizmi që pastaj varet tek ty si njeri. Pastaj do ti të tregosh njeri. Po pse flet kjo zonja ose një zotëri tjetër thotë, "Or vlla, jam dakord me mekanizmin, ky mekanizëm ka qenë domosdoshëm. Por kemi shuar 1, 2, 3, 4, 5 që janë problematika dhe këto duhet të ndryshojnë." Anëri, të po themë, po ka që nuk e prish shetimin kjo gjëja. Nuk flasin sepse të lutem. Ata flasin, Anëri, po ti shikosh, se s'ka çat Omar si më lejon pak, se duket sikur po bëj avokatin, unë s'kam punuar asnjë ambasadë asgjë, por t'ju them, pas të s'pesham Amerikën e natën. Po nuk po them se po e shani mor burrë. Unë po them se s'veprojnë në Ka Amerikë. mesazhe dhe janë me fjalë të strukturuara. Konteksti politik në Shqipëri nuk ngjason me kontekstin në Amerikë. Kontekstet janë të ndryshme. Përdorin mekanizma të ndryshëm. Dëme kolaterale. Por ata e kanë parë fenomenet që kanë ndodhur te ta, normalisht si puna e kodit të rrugor. Çdo kod rrugor thënë është bërë me pika gjaku, ta kam thënë edhe një herë. Pra, ka ndodhur një ngjarje me humbje jete dhe është vënë kodi për të ruajtur jetën. Tënden si vozitës drejtues mjeti, por dhe të tjerëve që udhtojnë bashkarisht me ty tani, në këtë botë të lirë. Më fal, do të them, ata thonë, këta 50. Dhe SBA-ja, kur i ka vendosur ligjet, i kanë vendosur që zbatohen për të ruajtur dinjitetin, pronën, jetën, integritetin, por dhe drejtësinë e subjektit. Në 2017, kur ata ja propozuat, ata kanë menduar që këta 140 deputet që janë aty, që në 2017, këta po i bëjnë keq 7 milion shqiptarëve. Po vlla. Dhe kanë thënë, do përdorim të mekanizëm. Mekanizmi është super, mor. Kush ka thënë që mekanizmi është i keq? Do përdorim të por nuk po them se, o Anëri, nuk ka. Ore dhe të themi ne, ata do ta vazhdojnë punën e tyre. Të dalë unë tani të them, dakor, më dalë unë them spaku është i keq, apo spaku është i mirë, as se ngren, as ju prishet gjumi, as ju rregullohet gjumi. Unë po shpjegoj që ata kanë konceptuar. Prishet nga i çik. Mendoj ndryshe, unë mendoj që në optika ime nuk i prishet. Jo, ka pas nga ata që kanë reaguar, biles kanë heqë dhe video nga YouTube-i, nëse do në optikën time ta them unë. Unë po të them vetëm një gjë. Prandaj po them duket sikur 140. Po këtyre s'u pëlqen as ti kritikosh. 140. Jo, më kritika është gjithmonë e shëndetshme. Është shëndetshme se pranojnë ata se janë të çmendur në atë që bëjnë shëndetshme. Pa gabushëm. Unë po them se çfarë janë transformuar sa qenie. Komprachikoz e di çfarë është qenie e transformuar për
të dhënë për të shfaqje dhe hilaritet nga deformimet që kanë pësuar. Tani këto janë të deformuar. Tani futu dhe ti që kanë të pjatë, po na bës si arbitën, po na bës si arbitën e ti po ne... 15 minuta që po them, ta them diçka ja të them ne këtë gjë, kush bën ja të them ne këtë, valla. Po jo ti po bëm vetë arbitrin. Thuaj vetëm kaq 2017 kur e kanë konceptuar, kanë thënë 140 i kanë bërë keq ti vendin, ne do përdorim. Tani dëgjoj. Po ti puna se si është bërë reforma në drejtësi, unë jam totalisht kundër. Unë jam kundër reformës personalisht. Për mënyrën se si është bërë komisioni, vim këtu ku jemi, se s'ka rëndësi. Po se ka një fillim, mos mund të them ty për një ka një analist thotë se si. Okej. Problemi që ndron, që nuk e ndryshojmë, nuk e ç'bëjmë dot. Problemi është tek garancit. Nuk mund të kënaqesh me produktin pa ditur metodën si shkon, sepse edhe në metodologjitë shkencore, por edhe kur shkruaj një libër inovativ, nuk të pyet njeriu ç'a konkluzionin nxorë, se shkove te konkluzioni, se edhe unë mund të bëj një risi, po këtë risi që e sjell, duhet ta shpjegoj se si e solla. Dhe Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut pikërisht e di për çfarë bëhet. Në qoftë se ti arrin që të cilësosh dikë fajtor dhe bën të pranoj, si e ke bërë ta pranoj? A e binde se është konvergon më shumë fal tek interesi i tij, apo e bën duke e nështruar torturës psikologjike ose torturës fizike? Se ti mund të arrish që edhe një vrasës serial, po sigurimi atë bënte. M'fal, e dhunon, bravo. Dhe ai arrin po të merremi me elemente dytësore. Pra mos merremi me rezultatet që pritet, sepse ne këtu nuk jemi në realizëm politik makiavelik, që nuk ka rëndësi mjeti, rëndësi ka qëllimi. Ka rëndësi dhe mjeti, di pse? Por mua ka rëndësi mjeti se nesër mund shkoj unë, ai mund të thotë mua nesër si avokat. Po. Jep telefonin se ti ke folur me klientin tënd dhe këtë çështje ke fituar me pa drejt. Meqense na the datë lajmin atit njeriu që njohin ne, që na e çova. Çfarë të them unë? Thotë më jep telefonin se unë dua të shikoj, i ke premtuar ndonjë gjë klientit tat? Ndërkohë që nuk ka asnjë indicie. Si ta bëjmë kësaj? Edhe imagjinoja e ka. Më fal pak. Se nuk është për qeshur, nuk është. Jo, ai e ka mbrojtur, po them. Më fal, pra nuk është për qeshur. Dhe kam sinqerisht. Ose nisë pastaj se mund të thotë njeriu tën të afërt ai, unë dyshoj që ti. Ore vetë sa aty shkon aty, dal nga dal për Rama, si erdhi nga të tjerët, po se erdhi vetë. Dhe fal, sepse kjo nuk është çështje vllaj që goditen ata që do Amerika. Po pra. Çështja është ore, ekziston garancia dhe parimi. Se mua ta them sinqerisht, unë në perspektivën e juristit, avokatit, se kam me profesion më. Edhe po dua nuk dal dot, se i bie që ndej profesionin. Nëse do të dalë ashtu. Edhe me shkenca komunikimi ose me shkenca politike. Procesi ka shumë të rëndësishme garancit, duke qenë se u artikulua këtu diskutimin midis ju të dyve. Unë nuk jam kundër fenomenin të dëshkimit, madje unë shkoj më tej, unë them në situatat e jashtëzakonshme, duhet zgjidhjet e jashtëzakonshme, sepse zgjidhjet e jashtëzakonshme rezultuan që nuk ishin eficiente. Po unë e quaj zgjidhjet e jashtëzakonshme dhe fakti që të njerëz rigoroz që zbatojnë procedurën. Sepse unë më them nesër avokat, po ta marr si shembull se Ilir Metos ose Ribrici, shumë si unë nuk del një vit kotre të lexoj 50000 faqe. Edhe sikur të kem 10 asistent. Mua nuk më del koha më i dashur të marr 300 faqe përgjimi që të kuptoj tash se cila nga ato mund të jetë objekt sulmi i prokurorisë. Ose pasaj do të biem dakord që ka rënë parimi i gjykimit bërë ndonjë afati të arsyeshëm. Kjo është fut parimin e dëshkimit e mirë pafshëm, do të shkohesh kaq. Sepse e di pse. Mënyra si bëhet, nëse ajo që pretendojnë paret janë vërteta. Dhe kjo pjesa e 50000 faqeve dhe 200000 faqeve dhe 100000 faqeve, kjo është ta dërmosh, po e them në gjumë shumë popullore, ose aty ti krijosh një pesimizëm aq të madh se duket mundësi ose rrugë pa dalje. Provimi pa fajësisë. Se nuk është kod parimi i prezumimit pa fajësisë, deri në një vendim formës prerë. Tu ç'a ndodh? Tu ndodh problemi që në qoftë se nuk është sipas standardeve që përcakton Konventi Evropian të Drejtave të Njeriut, që është akti më i rëndësishëm dhe nga ajo derivojnë të drejtat dhe liritë themelore të individit. Madje ndryshimi, meqense sot Rama foli edhe për Bashkimin Evropian, e di kush është ndryshimi më i madh midis një vendi perëndimor dhe një vendi me mentalitet totalitar? Është pikërisht mënyra si shkohet drejt provimit të vërtetës. Në vende totalitare, i vërteta imponohet, edhe në sistemin e drejtësisë. Ti je i fajshëm ti do të shkohesh. Në vende demokratike ka filtra. Tani jemi vend demokratik ne. Urdhë? Jemi vend demokratik. Ne pretendojmë të bëjmë vend demokratik. Jo, po them në sensin me institucione të forta të shëndetshme në këtë koncept e kam. Po, mos jena aq të forta sa duken, po demokratik jemi. Jo, më vend komunist nuk jemi, as diktatorial nuk jemi. Nuk jemi as komunist. Se po të ishte diktatorial, as komunist, as si gjë tjetër nuk e ke, sepse nuk do flisje këtë që po fletu në studio. Nuk do guxoje ti të flisje kundër pushtetit, s'ta lejonte ai. Ama as kundër Spakut. As kundër Spakut, pra. Dakor.
as kundër pushtetit, as një, s'mund të bëjë fare retorik. prandaj thash Pa jemi simi, vend demokratia demos i lind nga liria. Ti je i lirshëm të bësh apo jo? Është tjetër se të kufizohet ty se këta bëjnë nepotizëm në administratë. Jo, po ti ke drejt punosh, të jetosh, të largohesh, të vish, të hash, të pish, të flasësh, të bërtasësh, tu në rrugë, pavarësisht se do të kesh çadra ti. Çadra nuk lejon se ka ligje kjo demokracia jonë. E brisht, nuk funksionon me administratë korruptuar, me qytetarë të korruptuar përveç administratës, janë të qytetarë se këta janë ata që e çojnë 5.000 lekëshën te polici, se mos na bëjnë dhe këta tjerë sigurisht na burra më të mirë, duke nis nga ne. Problemi është, nuk po flasim këtu se çfarë jemi ne. Hati vemi pasqyr vetes tonë të gjithë, edhe të kuptojmë, bëjmë retorik me veten. Problemi është, o vlla, mekanizmat që kemi zgjedhur ose mekanizmat që kemi a funksionojnë apo jo. Janë të mirë, shumë të mirë, por mund të jenë të dëmshëm. Dhe dëmi kompromenton procesin. Dëmi kompromenton zgjedhjen, se unë nëse do ishte tema e emisionit që a duhet t'ikin këta se na kanë vjedhur, t'ikin se kanë vjedhur, po këtu fillon dhe mbaron emisioni dhe unë s'kam qa flasa si gjë tjetër. S'kam qa them, qa do them? Pra, po të bësh pyetje Anri, duhet largohen ta? Do të them po. Po të bësh pyetje Anri, a janë të korruptuar ta? Do të them po. A Anri, a duhet kemi njerëz më mishë në qeverisë? Do të them po dhe mbaroj emisionin. Ne po flasim për procesin. Do të hyjmë te gjëra dytësore, tretësore, katërcore, se këto dytësore, tretësore, katërcore, këto vijnë tek ne. Pra, nëse unë do isha në gjë kryesore, më fal të t'jap një shembull, për shembull do thoja unë ty, lidhje ka se na kanë vjedhur te tuneli Llogarasua. Ti thoja prokurorit. Mi vot kanë vjedhur thotë, kam të bëj çështë shtyr. Plasi trapi mua. Parsore është unë kaloj nga i krah tjetër. Kam tunelin. Kjo është ajo që po thoje ti dhe unë këtë po them. Dytësorja është që je vjedhur, tretësorja është që je vjedhur për shkak të strategjisë, katërsorja është që ne s'kemi bukë të ham se jemi të vjedhur, apo jo. Pra një proces, kështu siç e mendoj unë. Po të nisemi për të mirë, çdo tender, çdo koncesion për të mirë bëhet. Dhe në fund e mirë del lajore. Problemi është që gjatë procesit janë këta pasaj yzmetqarët e lekut që nuk ta prishin procesin, se isha të përdor një term pejorativ, ta prishin procesin dhe këtu ka ngërçi te dytësorja te tretësorja. Dhe te dhëni drejtësi mal, deri më sot nuk ke marrë drejtësi, po them s'ka funksionuar drejtësia. Dhe sot ti nuk ke garanci që me këtë proces 9 vjeçar të njëjtën gjë të bëjnë dhe ata të prokurorisë zakonshme, me njerëz zakonshëm. Këtë metodologji se e mësuan tani, bëj 30.000 faqe dhe flasim qafsha misheke. Ka mund të ketë dosje nga 30.000 faqe, vendimi 3.000 faqe, vetë gjyqtari pa mirë këti që do mbrojsh, vetë gjyqtari ku do i lexojmë mbrojtjen edhe akuzat ku, nuk ndodh me asnjë vend botës kjo që ndodh te ne. Këtë e di dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë s'po them, dhe ata se kanë metodologji, po ne mundohemi t'i dhejmë SBA-ve gjëra që si kanë. Unë këtë jam të thënë. Ne këtu s'po merret njëri i fare me sistemi as i dur, por ne nuk mund t'i vëmë SBA-ve, pra e kemi idhull Amerikën apo jo më vonë. Ja, kemi idhull mënyrën se si bën në Amerikë, demokracinë amerikane herë, dhe kur vjen puna e zbatojmë mbrapsht. Pse mos ta zbatojmë mbi parimet e demokracisë që ata kanë dhe mbi të drejtat që ata kanë? Si një individ, siç i ka amerikani, ai me drejta saj, apo tentojnë të shkojmë drejta saj, ti zbatojmë. Po mjedisi është i kontaminuar, është i pisët, patjetër. Dhe mekanizmi, unë jam dakord me ty që mekanizmi është ngritur për këtë. Po nëse mekanizmin dhe ca njerëz që keq përdorin mekanizmin sepse kanë marrë një pak pushtet të pa izoluar dhe të pa kufishëm, duke dëmtuar dhe procesin, unë s'besoj se është i shëndetshëm. Këtë e kaq. Unë po ta them edhe po i qëndroj pjesës. Kemi dy kontekste reale. Po. Kontekste të ndryshme. Po. Sepse nëse ne marrim tunelin që mjafton. Pse janë të ndryshme? Jo, dakor, që marrim pavarësisht korrupsionin, ajo është një vepër publike, po të them në të dyja rastet Anëri, është gjë kërkoja që je vendimin. Po tjetër pra, dhe aty do të jetë gjë kërkoja. Aty mbase del, ta thash tjetër gjë që po e di çapo. Më fal, o Ermal, edhe në kohën
Enver Hoxhës, sigurimi siguronte... Ka qenë e njëjta metodologji. Tani më fut, po dakord, po ti më jep dy kontekste që nuk janë në të njëjtën kohë. Sa veta nën presion dhe nën shantazh kanë pranuar të jenë bashkëpunëtor kot dhe kanë akuzuar. Po pse kanë ndodhur në shantazh dhe nën presion? Këtë po flas. O Anri, ka qenë sistem ndryshe. Ka qenë kontekst ndryshe. Ka qenë moment ndryshe. Po, pra, kurse në këtë moment që po them dhe po ta shpjegoj dhe ta jap modelin, të jap dhe emrin ku i ka ndodhur, në bazë të kontekstit që këta kanë marrë një revanshë, o e dënojnë subjektin se këta janë të pagabushëm o s'ka, me të gjithë metodat që kanë, me përgjim, me shantazh, me bashkëpunim me gjyqtar, me kërcënime ndaj këtyre njerëzve që merren në pyetje, derisa ka pas edhe këtë produkt që them unë, që një grua shtatzan, ka qenë shtatzan dhe ka humbur fëmijën. Po, është shumë e rëndë kjo, por kjo ka të bëjë me individin apo me prokurorin për katës. Pra, kjo nuk ka të bëjë me sistemi, kjo ka të bëjë me individin, Anri. Është individi që do të tregojë një moment. Pra, nuk kontrollon do të egon e ti dhe nuk ditë ndaj pozicionin që ka. Po këtë po them që është e rrezikshme, prandaj është ligji dhe kodi procedurës që mos ndikohet prokurori nga emocionet për të garantuar siguri. Është një rast parim objektiviteti marsit edhe me penalistët më të mirë kur kanë folur. Nuk ka. Nuk ka. Patjetër. Po nuk ka tani. Të arrihet, tentohet të arrihet, po nuk ka. Po të arrihet, po nuk ka. Fakti që diçka është standard dhe është e vështirë të arrihet, do thotë që duhet të jetë standard. Ore standardi është, po nuk arrihet. Është i pamundshëm. Do thotë që prokurori kur merr një kallëzim që mund të vijë qoftë nga vetë struktura shtetërore, qoftë nga një person i interesuar, ose që i cënohet e drejta, duhet ta hetojë faktin penal, jo vetëm sikur gjëja ka ndodhur dhe duhet ta faktojë, por edhe sikur s'ka fakt penal. Po nuk bën vakime, ne kalojmë nga ekstremi në ekstrem, kjo është ora dikush situata sot po ta trajtojmë në mënyrë filozofike. Ne nga pa dëshkueshmëria duam kalojmë drejtë në dëshkueshmëri ekstreme. Jo, dëshkueshmëri ekstreme dhe pa gabueshme. Se këtë e dim ne dhe se nuk arritën dot të marsit. E di si është kjo çështje. Nuk e arritën dot. Nuk e arritën dot, ja u lan aktorëve politik, e pan që nuk kishin vullnet për ta bërë këtë gjë. Po mirë, pra, po ne te ky procesi, a nuk mund ta komentojnë dot? Ore, po kush ka thënë që mos ta komentojmë? Kam thënë njëherë unë ti po sulmon spakun? Asnjëherë. Sa Andri thotë që ti e mbyll debatin kur thua që kjo duhet edhe do të jetë makro gjithmonë. Mund të jetë gjithmonë makro. Po unë të kam qendruar. Jo, e di që më ke qendruar. Unë të qendrova te fjalë. Ore, unë kur analizoj. Kur the që nuk i hyj gjëra dytësore, janë thelbësore, më beso. Pra unë më fal. Ja ta them unë të lutem të jap shembuj ti bëj. Dakor. Tani jemi te kjo studio bashk. Dhe unë nëpërmjet intrigave dhe mekanizmave të mi të marr një të drejtë që të takon ty, kjo nuk është se Ermali është i keq. Lidhe ka unë, a është kjo metodologjia ndikur nga unë, a është gabuar dhe ti nëse ti e i keq, a të afrohem unë me metodat që po unë djek tek ligësia jote, a bëjmë dy të ligë, apo bësh, se pastaj përfundojmë të dy të këshi. Ane, dakord jam, por, dakord jam, por çfarë ndodh? Mënyra se si... Po ka që doja unë, se ka kundërshtuar njeri për... Jo, nga që the gjërat dytësore s'ka rëndësi. Dytësore nuk ka rëndësi për ata, po jo për ne mërë vla. Po dhe për ata kanëre, po si din do shta. Si din e për zotë si din. Po unë mendoj që ata ka një... Si din se ka skepticizm të madhe edhe të këta që merren pyetje. Si din vla. Ja do të them edhe diçka. Unë mendoj që ata kanë informacione për çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Absolutisht. Kanë më shumë se ka spaku. Kanë dhe informacione sepse në media unë nuk kam informacione vetë që të bëj si njeri që kam, por thonë që aty janë edhe agjentë e FBI-t, edhe agjentë të CIA-s, kanë thënë janë brenda. Po më doli vetë nga trajnimi që bën me FBI-n ishin sot. Po, jo po them edhe këtë. Ato vijnë gjithmonë, po ata e kanë përzgjedhur edhe agjentë të FBI-s, edhe kur është krijuar ata e kanë përzgjedhur, ata kanë kaluar vettingun si më thënë. Tani këta janë aty prezent. Dhe pavarësisht çdo lloj narrative që është përdorur nga aktorët politik, vetë e dërguar e posaçme është pranë këtyre. Patjetër. Kështu që gjitha mesazhet që unë këtë të dekriptova, unë nuk u mora me gjë, unë të dekriptova këtë gjë që pavarësisht zhvillimeve, pra
çfarë po themun, nuk duhet t'i marrin telefonin, qofse e ndalon kodi procedurës. Jo, mund t'ja marrim telefonin. Ore, marrim Po mos e ke përdorur ti ta për kish çështje përdorësh, intime. po çështje intime, shumë dakord, nuk duhet përdorur. Kam thënë këtë, Kjo, ore, po e marr. Për shembull, nuk duhen bërë publike as veshmbathjet, as to. Jo, më veshmbathjet mund t'i Ore, bësh, po ta marr, ore më lejo. Objekt krimi. Po jo, pra nuk është ajo vllai dashur. Po të them diçka. Që janë objekti krimit, me Ore, veshmbathje. zem nuk janë objekti krimit. Nuk janë, patjetër që nuk s'do janë. marr. Vibratorët e Arbenit tani një kishte për të qenë met krimi. Ma shpjegoj çfarë do ja, të do të them vetëm e këtë e kuptoj unë. Dhe atë s'ka dalë, ka dalë nga Spaku, nuk ka dalë nga media. E di në kur do të tregoj një rast, o Marsit, një sekund. Në 2014, në 2013 erdhi PSA në 2014, unë kam qenë në universitet. Dhe aty një shoqja ime kishte bashkëshortin e kishte në funksion të lartë. Dhe gjatë 2013 ai kishte kundërshtuar anëri, forcat e policisë. Këta tani sa kishin ardhur në pushtet, kishin krijuar një mekanizëm dhe vajtën ta hetonin për X çështje. Tani Stëginjia si fjalë çam ka thënë, tha më erdhën në shtëpi Ermal, forcat e policisë, më minin para fëmijës ta, më minin bathje dhe më thoshin dal çikoj mos është fshehur armë këtu. Po. Këto gjëra janë të palejueshme si për ty dhe për mua. Po kjo ka të bëjë me individin. Patjetër. Dhe këto janë, prandaj të thash janë dëme kolaterale të një procesi të madh. Po, mirë, drejt. Dhe janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka një informacion, pra ata kur nisin një mekanizëm, kjo është si kur nisësh ti në luftë, mund të vrash dhe njëri të pafajshëm. Patjetër, jam dakord. Dhe në këtë Ne kontekst, jam dakord me këtë pjesë. në këtë situatë, Por jo ata, po. Ti dhe unë këtë nuk do ta lejojmë. Se në atë nuk e prek kjo gjëja. Sepse ajo ka nxjerr mekanizmin, mu më prek. Ore, ne të dy na prek, por ne nuk kemi asnjë mekanizëm përveç fjalës që ta ndryshojmë, sepse un kam qenë vetë që kam thënë, unë të flasim, mos më them që të dalin protestë për brekët e ndonjërit. As me vibratorat e Benit. O Anëri, unë të kam thënë vetë që Spaku është i rritur në ambientin social në Shqipëri. Dhe ambienti social në Shqipëri ka më shumë frustrime se që duhet ketë. Dhe jam prokuror. Mekanizmi i cili i ka shtytur, se këta prokuror këtu kanë qenë. I dashur. Ka të ke shumë të drejtë. Më fal, kush e nxit një popull që kërkon gjak, që thot mira bën gjyqtarit, një popull që kërkon poshtërimin e një politikani se mendon se është fajtor për dështimet e tij, kush e nxit? A është kjo metodologjia e përdorur që e nxisin? Këtë po them. Unë të them, e dikush e ka nxit, unë ja kam thënë edhe më Marsit kemi folur në ato takimet filozofike. Në Shqipëri struktura politike ka deformuar strukturën sociale, strukturën ekonomike. Këto janë pasoja sociale dhe sot ky lloj mlefi që kanë mëllef me gjyqtarët, kanë mëllef me politikanët, kanë mëllef me njerëzit e pasur, sepse këtu është shkatruar çdo lloj mekanizmi i garës. Pra, Marsidi është avokat shumë i mirë, e fiton X çështjen. Dhe Marsidi ngelet jashtë loje. Pse ngelet jashtë loje Marsidi? Se Marsidi, babai Marsidit apo babai im nuk ka qenë pjesë e tavolinës së madhe që kanë pasur ta. Tani, kjo gjë ka ndodhur. Dhe në këtë situatë këtë e ka krijuar politika. Prandaj shqiptarëve, prandaj dhe ky mekanizmi dhe kur dalin sondazhet e Spaku, dalin për këtë arsye. Jo, unë do ta shtroja kështu. Shtroj si duash. Asnjë aty nga gjërave që i thot Andri, po. Unë s'kam parë ndonjë nga këta të shqetësohet kur në qytetarë thjesht janë shkirur deri nga procesi. Shumë dakord. Patjetër ta thonë në parlament. Patjetër, po. Kështu që a kemi edhe ne drejt sot të bëjmë indiferente? Jo. Jo. Nëse ti flasim masë thjesht. Po, ai thot pra me ata politikanë cilët kanë pasur jetën tënde në dorë dhe ta kanë bërë çdo gjë që ta shkatrojnë, ti pse do ngrihesh tani thot si mas, sepse drejtësia nuk ngrihet mbi parimin e akmarrjes. Jo si mas thot ai, si mas shoqërore, jo si mas elitare. Argumentet mund ta bëjmë debatin. Po pra, drejtësia si mas elitare thot, jo si elitare, si pjesë shoqërore. Drejtësia nuk pranon vetgjyqësi dhe nuk niset mbi parimin e akmarrjes. Ju ma jesh indiferent, ai s'do drejtësi, ai thot le ta psoj. Dakord jam me ty, po le ta psoj po jo le ta psoj dhe ta vrasim. Të po them.
Pra, nuk pranohet në drejtësi parimi i vetgjyqësisë, se ti mendon se ai ka gabuar, të ka bërë diçka dhe ti do të marrësh hak. Nuk pranohet. Tani unë po flas për sisteme, për atë se unë jam emocional dhe më ndikon reagimi ashtu pastaj, prandaj vriten njerëzit në rrugëre, se ai mendon se ka drejt ta vrasë atë se e shau nga xhami tjetër i makinës, pse i ky hoqi kanoçën që ky kishte vënë për vend e parkimit. Dhe këtu ndodhet pastaj, këtu ka deformim social. Deformimi social është e drejta jote për të menduar se vetë gjyqësia është okay sepse ai të ofendoi dhe ti u indinjove shumë. Pra çdo gjë ka një linjë logjike, një rregull, nuk janë kot po ta them. Pra ne ta bëra atë. Pra këto gjëra dytësore nuk janë kot. Frustrimi i përditshëm nga vendi parkingu që përmenda e deri te vajtja në punë, e kthimi prap nga gjërat që s'funksionojnë në këtë shtet shkërdhat dhe nga çdo gjë tjetër që do të funksiononte dhe bëhet mbrapsht. Për fajt këtyre politikanëve nuk do të nisem në parimin që mirë të bëhet tyre. Prandaj ta thash që këta kërkojnë mirë të bëhet. Mirë të bëhet gjyqtarit, mirë të bëhet këtij, mirë të bëhet atij, por nuk ecën këy mbi këtë parim. Kam në Amerikë, për shembull, nuk funksionon vetgjyqësia apo. Po nuk funksionon. Nuk është vetgjyqësia, më pastaj sistemi janë re. Po mirë, dakord. Tani do prekim edhe pak Salianin se nisën fillim ti po të lam marsit për gjysmë se nisëm me këto. Jo, s'kam asgjë çfarë të shtoj përveç asaj që nisa më normal. Unë nuk shikoj në një projekt politik, as në një program politik. Nuk merre me faktin u përjashtua apo u vetë përjashtua. Se nuk do bëjnë ndryshim edhe po të futet në garë. Unë nuk e di që e krijon faktin kush e merr guximin që dali kundër. Edhe frymën politike. Frymën politike krijon programin politik. Dhe këtu këta kanë qenë gjithë i problem. Duke marrë PD-n që nga viti 2013 që nuk është pushtet deri më sot. Këta kur i prishin interesat, shpërthen akuzat me njëri tjetrin. Kur i kanë bashkë interesat, nuk kanë akuza. E njëjta gjë vlerësime non gratën, si me faktorin Berisha, si me faktorë të tjerë brenda partisë, si me faktorin Basha. Kështu unë s'kam çfarë të them, që të vazhdosh të rish brenda rrethit vicioz që kanë krijuar këta, mua nuk më pëlqen. Kjo ka qenë një nga arsyet që uftovan ta tryezën e fashëve të intelektualëve dhe nuk shkova. Sepse unë vërej që ajo parti funksionon mbi premisën e kryetarit. E njëjta gjë ka vlerëtur dhe me atë kryetarin tjetër që ka qenë. Kur dua unë në shimi, kush do unë në shikeq. Çfarë kuptimi ka këtu? Pse nuk foli për lidhjet me Suel Çelën kur ishte në Burg Ervin Saliani, Flamur Noka? Okej, Flamur Noka pretendon që i krijoi lidhjet me Suel Çelën tani që doli kundër Sali Berishës. Po Saliani që thotë që Flamur Noka ka pas lidhje me Suel Çelën e ka marrë ndere, pse si tha kur doli nga Burgu, po i thotë dhe madje tha në një nga këto emisione të kësaj jave, që u po mos më akuzonte tha s'do merresha me atë, po mor me mua. Se kemi një rregull tha. Mes kolegëve aty ja futi vetes. Kam ç'a të komentoj sipër. Kur dalin në një që do ketë platformë serioze reale, do i dalim suport. Deri në atë kohë, shumë mirë është mbajnë këtë që kanë. Unë po të jetë puna për zgjedhur, zgjedh këtë që është. Se mund apo do të thosh? Po pasoj edhe. Unë të paktën mendoj që për sa kohë vet Saliani nuk është i qartë, edhe për sa kohë vet Saliani nuk artikulohet politikisht, atëherë dhe nuk e merr seriozisht këtë nisëm të vet, atëherë edhe ne nuk kemi pse ta marrim seriozisht Salianin, për më shumë që vetë Saliani duket sikur tashmë kërkojnë që të respektohet vota, por ka pranuar poste pa vot në kryesinë e zotit Berisha, qoftë si pjesë vetë ai nuk është i zgjedhur më sa di unë kryesinë. S'është i votuar. E përjashtuan ata e çoi zoti Berisha aty. Po, pra nuk është i votuar. Po. Dhe për sa kohë ai nuk ka arritur të fitojë asgjë me vot, tani e ka kot kjo me zotin Berisha. E dyta që më shqetëson mua te narrativa e zotit Saliani që të kërkon të godasi Flamur Nokën, duke thënë që ai nuk udhëton dot përtej oqeanit, kur vetë kryetari i Partisë Demokratike nuk udhëton drejt oqeanit, domethënë nuk është se po na thotë ndonjë vendin e kryetarit, vendin e Flamur Nokën. Po prandaj po them se këtu është e gjithë ajo që do të them. Shikoj që vetë zoti Saliani do ta shesi veten si sikur ka qenë një klonim. Berisha, më fal. Në rastin konkret Berisha nuk udhëton dot as në SBA as në Angli. E ka edhe në Shtetet Bashkuara dhe në Europë. Britani e ka. Po pra Britani kanë edhe në Europë ka. Në Europë shkon. Duke e thënë që Anglia është pjesë e Europës dhe ndikon politikisht. Po. Si koncept me fjalë që ti i lider partie që ke blokad nga të dyja shtetet nga e treta anëri është që Saliani do t'i
përcjellje opinionit publik sikur një klon i tij ka qenë me Bashën, nuk ka qenë ai. E thot Shkopin e mora se aty doli gazi, unë doja të thyja xhamin, edhe mund të thotë që Shkopin e mora të vetë mbrojsha, se edhe mund të më rrinin, mund të bëni copa, dhe është në gjithë drejtën e vetë se ata nuk e se i vajten me lule Salianit poshtë në 8 janar, në anën tjetër thot më bën kurth, a thua ti se nuk e dinin këta. Kurth aty u bë zotit Beko që e lan jashtë, e ja bëri gazment Bardhi. Se mbyllën derën aty. I mbylli derën. Po more, e la me sturmës, po, ja bëri gazment Bardhi, ai vajti, ata i mbyllën derën. Po mos ishin për individ që e njihnin zotin Beko që nga atë, zoti Beko aty mund të kishte përjetuar dhe dhunë, se ata u sulën, por ishin 2-3 njerëz që e njihnin, që e dinin që kishte qenë demokrat dhe i ndërhyjnë për ta neutralizuar turmën. Se ata ju sulën, ai i mbylli derën gazment Bardhi e la jashtë, ishin kamera më që e filmonin. Tani zoti Saliani thotë sikur s'ka qenë as aty me Bashën. Madje dhe zoti Bardhi me zotin nuk ka qef ta përmendi që ka qenë aty me Bashën. Po, ore, ti mos e përmend, po ti je aty, ke qenë. Po. Se nuk e se e fshin do të shkuar, më nuk e kuptoj do të që e kanë këtë mani që tentojnë të fshin të shkuar. Në shkuar është aty. Ke dhe pamje, më ke filmimet, kush dojta ti nxjerr ato pamje. Edhe qëndrimet që thoshte Llumi, ne nuk shkojmë te Llumi se aty ka përfunduar vetëm Llumi. Janë fjalime më burr, kanë gjinje. Tani ti, okej, ke ndryshuar mendim. Në politik, unë nuk e konceptoj kështu, po është e logjikshme të ndryshosh mendim. Se tani edhe njeriu në politik duhet ta mendoj mirë kur thot një fjalë. Po o zeme ndryshove ti mendimin. Vajtet e zoti Berisha. Tani ti kur vajtet e zoti Berisha një kryetar zotin Berisha dhe rregullat e tij. Tani do thuash ti ambicia politike. Ambicia politike ti ke, por ti vajte kokulur te zoti Berisha. I them më fal, unë bëra gabim, erdhat e ty në kavaj. Zoti Berisha thot sot me drejt që ne fitua me 3.000 vota më shumë pas Salianit, se duke marrë atributet e kavaj zoti Saliani atëherë nxjerr Fisnik Qosin sikur s'ka bërë si punë. E pranon Fisnik Qosja këtë gjë? Jo. Në sytë e mi jo. Madje zoti Qosja një dyfton Berishën dhe thot vetëm me Berishën thot. Kështu që në këtë kontekst vetë Saliani duhet të jetë më i qartë politikisht që dhe ne ta marrim seriozisht. Edhe për më shumë që unë nuk mendoj, unë jam i qartë. Aty në qoftë se pranon të shkosh tek partia e zotit Berisha, do pranosh rregullat e zotit Berisha. Këtu e ndaj njësoj mendjen me Marsidin. Edhe unë dhe Marsidi apo kushdo tjetër, në qoftë se vetet e ajo parti, duhet ta di mirë që ajo parti, po dhe ne flasim tek ajo që dyshan lulesh. Kryetari është ai. Ti je në punë e menaxhon ai që është pronari. Kryetari është ai. Po kryetari e pronare të gjithë e ka gjithë drejtën. Dakord, ai do më ta respektoj dhe ti thot aty vlla. Nëse ti si dakord, bëj partinë tënde. Po, dhe ik. Merr votat e tua, s'ra dakord Gonsheja, iku bëri partinë e vet, ik atje e konfirmou deputet. Biles cilësh dhe rotacionin politik nëse ke qasje ndryshe nga këta të tjerë. Kështu që kjo është e gjitha, domethënë, prandaj nuk shikoj asgjë. Këta o Ermal. Unë besoj jo këta, po të gjithë si puna këtyre nuk e shohin veten për te asaj partie, sepse e shohin, se shohin veten për te asaj se duan vullën dhe logën e PD-s-mër, jo. Mund të themi një lajm të rëndësishëm, është i rëndësishëm, megjithëse po flisim edhe për zotin Veliaj. Burimet bëjmë me dje se kolegji kompetent i mbledhur ditën e sotshme, deklaratë e gjykatës. Vendimi i gjykatës konstituese. Ka pranuar kërkesën e kryetarit, për vendimin e gjykatës. Të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për heqjen e masës sigurisë dhe ka kaluar atë për shkurtim seancë. Ende nuk është përcaktuar data e ruajtjes së seancës. Kjo kërkesë vjen pasi gjykata kushtetuese rrëzoi më 31 tetor vendimin e Këshillit të Bashkiakut. Po do ta shurtoj se s'bën se ka detyrim. Po pra, për shkarkimin e Veliaj nga detyra. Hetimet e SPAK pretendojnë se Veliaj dhe bashkëshortet e tij kanë përfituar fonde të paligjshme për shkak të detyrës së Kryebashkiakut. Ky është lajmi. Pra, në qoftë se lajmi domethënë në makro është ky, nëse bie masa e zonjës Balluku, ka shumë mundësi që të bie dhe masa e zotit Veliaj. Po vendosi masa e zotit Veliaj ka rënë. Pse ta bërë çik si debat në sensin e asaj. Vetë gjykata kushtetuese e ktheu zotin Veliaj në detyrë, ndryshe akoma nuk ka folur për zonjën Balluku. Flet me datë 22 dhe 28 mblidhet Këshilli i Mandateve, apo jo Erman? 22 dhe 28, po dy data janë, që janë datat më të rëndësishme që nuk kuptojmë pëse ç'a do bëj. Po, pra, kurse për
Gjykata kushtetuese për Erion Velia në shprehur që është në detyrë, ktheu në detyrë, u anulun zgjedhjet. E kam llafin. Këtë e ka detyrim prokuroria e posaçme që ta çojë, se nuk është kërkesë e prokurorisë posaçme, kjo është kërkesë e Veliait. Po pra është detyrë. Tani e ka çuar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese të nxjerrë ndoshta brenda javës do të nxjerrë datën se kur do shqyrtohet gjëja. Dhe pritet të marrë një vendim për këtë punë që nuk e dim se si është vendimi. Por që fakti që e kanë kthyer panon pozitiv për masën e sigurisë, asgjë më shumë se kaq. Pra nuk e bën as të pafajshëm, por as të fajshëm. Siç më thjes, nuk e bën të fajshëm dalja nga masa e sigurisë, se shumë e bën të fajshëm qëndrimi i tij prej më shumë se pothuajse një vit, se në shkurt. Po pra pothuajse në një vit, në shkurt plotësohet një vit nga masa arrest me burge kryebashkiakut në detyrë zotit Erion Velia. Kaq. Kurse besoj do dali brenda javës, do dali edhe data se të tilla ngjarje zhvillojnë kanë një kështu, sikurse edhe me zonën Balluku. Po. Që tham, që kanë një rëndësi. Jo, unifikimin e kishte te kjo gjë, se po shifsha edhe dy njoftime të tjera, që s'kan bënë me këto çështje. Thelbi qëndron që a do rezultoj i efektshëm, e do prodhoj rezultat në qoftë se lirohen flas, për panderur tjerë siç është dhe vetë zoti Velia, dhe në qoftë se pasaj do ketë ndryshime të tjera, i bie që sikur një ditë burg të bëjë një pandehur. Po, padrejtisht thotë? Padrejtisht, po, është vetë një gjë që nuk kthehet më, edhe kur ndodh kompensim ekonomik. Po, atë po të mbron të s'ka lidhje atë pa të pastaj më marr dhe fakte anën tjetër edhe këta pas kanë nxjerrë edhe një dokument, pas kanë nxjerrë Evi Kokalari në fakt për lobimin. 1.5 milion dollar. Jo, 750.000 euro. Janë 750.000. Janë 750.000. Po më shifë ke ty. Të thotë janë 750.000 dollar. Por nuk mund ta fusë çka kështu si fanti spathi tek kjo që po diskutonin. S'ka gjë se diskutojmë herë tjetër. Po pra, nuk mund ta fusë tani se ajo do një kërkim, mos nisemi tani na hedh një gur lum dikush e të vrapojmë gjithë ta kapin. Ta marrin vesh se kështu bën dhe me lobimin e Erionit për atë Kasovicin, e kupton? Ka paguar ky 300 e hudhën që po bën lobim që ky të dalë. O vlla, është studie ligjore që erdhi amerikani këtu, ai ishte para Spakut, që se lan, ai që erdhi është nga njëta studie ligjore. Nga ka paguar, ka një vit që sqaruar i vllai që kam paguar unë me paratë e mia. Kaq, ka këtë vlerë, janë letra sepse edhe kjo që është aty Ermal nuk ka vlerë. Ta them sinqerisht, pavarësisht se kanë nxjerrë Evi Kokalari. Kjo ka vlerë në opinion publiku. Ke parasysh te Lul Kuqa mbi mure që ja bën kështu ai? Jo, po ka diçka sepse vetëm të një vllai vetëm pasaj seroj totale kohën mjaftueshëm. Te Lul Kuqa mbi mure ai hithe kështu bukën atyre jetim vej, që shkoshin ta rendin ta kapin. Kështu është e njëjta situatë. Sepse që ta kuptosh se Amerika funksionon më shumë se ne. Aty është FDA-ja. Që është çdo qindark që kalon aty është e skanuar, nuk është e palishme. Pastaj je ti sipas mendimit tënd se pse e ka bërë dhe ku e ka. Pastaj këto tjera dhe mekanizmat çka kalon aty janë të gjithë malishme, janë transaksione bankare, po të shikosh se më fal, s'do ta konsumoj. Ale më lërë s'ka gjë zë bënaj që me. Po jo, thot e ke këtu wise transfer. A kupton? Demokratik Partia of Albania e kanë paguar vetë brenda PD-s dhe nuk e ka paguar ata që thoshin që e paguan një lobim, një tropojan. Si janë para, me fjalë, mirë, patjetër për debat, patjetër e bëjmë muhabet, po fara është ai certifikuesi i parave që janë të ligjshme, më kupton se është merret me këtë punë, nuk mund të kalosh para pa ligjshme, më kupton çfarë do të them, edhe në vetë është një budallallike gjysmë thuash tani sepse hajde ta gjejmë se si kanë, nëse ka pasur brenda, për shembull një narkotrafikant ka derdhur para në forma ndryshme brenda PD-s dhe këta ja kanë çuar atje për këtë punë ose narkotrafikante, paratë vllajt e Erionit është ai dhe kjo është muhabet tjetër, është muhabet i brendshëm. Por atje këto lekët kanë shkuar, janë lekë të deklaruar nga person që disponojnë pasurinë e caktuar që kanë bërë pagesë dhe kaq. Një qatë, që s'ka gjë tjetër Ermal, mund ta bësh
Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush, duke ju rikujtuar të bëni subscribe dhe ta shpërndani në diaspor, regjistroni kanalin ton dhe nga unë, Marsili dhe Anëri, miru pafshim.